Në këtë mes, mirënjohja jone madhe pa dyshim shkon së pari tek presidenti Shaku Ramizalia, i cili me një mençuri të madhe dhe guxim që udhëhoq, po me atë mençuri dhe guxim që udhëhoqi njësitë e mëdha të ushtrisson në betejat çlirimtare, udhëhoqi vendin tonë në betejat e reja për demokratizimin të Shqipërisë. Si një mik që dëshoj dhe shpresoj të mbeten i Partisë Demokratike, duhet i uroj asaj suksese gjithnjë më të mëdha në punën e saj. Ju ftoj gjithashtu të prorasim edhe një herë për presidentin Ramizalia. Besuesi do të krijoj të gjitha kushtet dhe mundësitë për arritjen e plotë të demokracisë në vendin tonë.